Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri deklaron se nga 1 janari 2026 paga minimale do të bëhet 500 euro. Rama këshillon edhe përdoruesit e TikTok të bëjnë kujdes nga hakerat. Berisha shpall programin ekonomik dhe premton uljen e taksës së pronës dhe të çmimit të energjisë. Kodi fiskal nuk do të ndryshojë sipas interesave. Eventi Matchmaker Albania mbledh në Tiranë mbi 1000 pjesëmarrës nga 37 shtete. Investitorë dhe kompani të ndryshme eksplorojnë mundësitë për biznes. Shtohen rastet e kancerit në Fier. Në 3 muaj u regjistruan 120 persona të tjerë me sëmundjen e rëndë, shkak jeta sedentare, duhani dhe keq ushqyerja. Vjojmë të ndjekim gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Në një bashkëbisedim me ndjekësit online, Kryeministri Rama premtoi rritjen e pagës minimale në 500 euro. Ai foli dhe për çmimet e apartamenteve në Tiranë, ndërsa këshilloi përdoruesit e TikTok të bëjnë kujdes se mund të vidhen të dhënat personale. Nga janari i vitit 2026, paga minimale në vend do të jetë 500 euro. Premtimin Kryeministri Edi Rama bëri gjatë komunikimit me komentuesit online në rubrikën Symsy. Pagën minimale kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, si që kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale, 500 euro. Ndërkohë që shumica e kompanive, shumica e bizneseve e kanë shumë të lartë pagën minimale sot. Kreu i qeverisë nuk ju shmang pyetjes për çmimet e larta të banesave. Po si e ulun çmimi për metër katror në Tiranë, ku çmimi për metër katror në Tiranë në gjithë botën e lirë është çmim tregu më zotni. Si e ulun çmimi. Ndërkohë që po ne kemi e disa shtëpi, sa apartamente kemi ndërtu nga e para, kemi rindërtu apo kemi rigjeneru. Rama tha se procedura për mbylljen e TikTokut ka përfunduar për telefonat smart. Nga ana tjetër, dua që të gjitha dinë se mënyra për t'ju shmangur bllokimit duke përdorur të ashtu quajturat VPN falas është shumë e rrezikshme, pasi dihet botërisht se përmes VPN-ve falas hakerat bëjnë namin në grabitjen e të dhënave të telefonit. Vota 11 majit, tha Rama, është domosdoshmëri për të vijurur rrugën e integrimit në BE, si dhe që barazia para ligjit të mos vihet në diskutim. Programi i Partisë Demokratike sipas liderit të opozitës do ta bëjë Shqipërinë madhështore, teksa zbulojnë në prani të shoqatave të biznesit detaje të programit. Sali Berisha tha se do të ulet taksa e pronës dhe çmimi i energjisë. Kreu i Partisë Demokratike përsëriti se sapo opozita të marrë pushtetin do të zhbëjë reformën në drejtësi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi një takim me dhomën e tregtisë dhe industrisë së Tiranës së shoqatat e biznesit për diskutuar me ta programin elektoral të Aleancës për Shqipërinë madhështore. Berisha shpjegoi se në themel të këtij programi është ekonomia. Ne kemi shpallur Made in Albania, prodhimin shqiptar si krenari kombëtare. Ne ju garantoj ju dhe të gjithë sipërmarrësit se do bëjmë gjithçka që ky vend të prodhojë sa më shumë, sa më me cilësi dhe sa më me konkurrencë. Në funksion të këtij qëllimi, Berisha premtoi se qeveria e Partisë Demokratike do të ulë taksat. Kryetari i PD-s Berisha deklaroi se taksa e shitjes pronës do të jetë 2% nga 15% që është sot. Çmimi i energjisë elektrike do të jetë 6 lekë për kilovator e nafta do të ketë të njëjtin çmim si në Kosovë. Ne jemi për taksën 10%. Taksa e shekujve dhe miljeçarve e njerëzimit është e faktuar si taksa më e drejtë. Kryetari i Partisë Demokratike u premtoi bizneseve stabilitet ligjor, duke theksuar se do të miratohet një kod fiskal që nuk do ndryshojë më. Kodi do miratohet në fillim të 4 vjeçarit dhe ai kod do merret a priori e drejtë dhënë për investitorin, për biznesmenin dhe nuk mund të ndryshojë në disfavor të tij.
Nga ana tjetër, Berisha premtoi edhe siguri juridike, e cila sipas tij vjen me zhbërjen e reformës në drejtësi dhe realizimin e një reforme të re. Sot, për çështjet civile duhet presish 10 vjet, 15 vjet. Dhe kjo nuk po vjen duke u paksuar, se u ndjek me shumë interes. Ishin 130.000 dosje të dashur miq, tani janë 150.000 dosje. Dhe po të pyesish, reforma, çfarë reforme? Reformë që u mohon shqiptarëve të drejtë në procesit ligjor. Berisha ironizoi edhe premtimin e kryeministrit Edi Ramaj që në mandatin e 4 rroga minimale do të jetë 500 euro. Kujtohet tani ai pas një viti rrogë minimale 500 euro, del sot në mëngjes e u thot popullit do ta bëj rrogën minimale 500 euro. Kush pegoi ty deri tani jam thotë? Më thuaj ti mua. Sipas Berishës, programi ekonomik i PD-s është programi që do të ndërtojë Shqipërinë madhështore në 4 vitet e ardhshme. Qindra sipërmarrës vendas dhe të huaj u mblodhën në Tiranë në një event që krijon hapësira për gjetjen e partnerëve në biznes. Kryeministri Rama vuri në dukje se ky është momenti i duhur për të investuar në Shqipëri, pasi vlera e pronave po rritet me shpejtësi. Edhe sipërmarrësit shqiptar nënvizuan se sot shumë kompani ndërkombëtare kanë interes për të zhvilluar projektet e tyre në vendin tonë. Matchmaker Albania, eventi kryesor për bizneset i organizuar nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, bëri bashkë në Tiranë këtë të njëjtë qindra sipërmarrës vendas dhe të huaj, 500 investitor të huaj, 200 investitor shqiptar dhe 30 eksportues vendas, biseduan për bashkëpunime të reja dhe për potencialin e vendit tonë për më shumë investime. I pranishëm në aktivitet ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili nxiti sipërmarrësit e huaj të investojnë gjatë kësaj periudhe në Shqipëri si momenti më i mirë i vendit tonë. Kushdo që ka ardhur të hedhë një sy këtu, duhet të kuptojë që kjo është koha për të investuar në Shqipëri, koha për të blerë qoftë edhe një gur në Shqipëri, sepse nesër do të vonë, nesër të gjithë do të duan të vinë, do të duan të blejnë dhe do të jetë shumë e shtrenjtë për shumicën prej jush. Çfarë do doni të bleni? Blijeni tani. Është një moment ku Shqipëria nis të lulëzojë dhe ende nuk është plotësisht e njohur për potencialin që ka dhe për mundësitë e jashtëzakonshme, por kur të gjitha marrin vesh, nuk do të jetë kaq e lehtë sa është sot. Nga ana tjetër, Artan Dulaku, CEO i grupit Concord Investment, tha se eventet të tilla shërbejnë për promovimin e Shqipërisë dhe për mirësimin e klimës së biznesit në vendin tonë. Do të sjell eksperiencën time. Ka qenë një punë e madhe nga kryeministri për promovimin e Shqipërisë dhe kemi një punë më të lehtë sot për të promovuar veten tonë kur shkojmë jashtë. Eksperienca ime është se para 5-6 vitesh, kur trokisje në dyert e sipërmarrësve të huaj, kishe probabilitetin 1 në 10 që të pranonin. Kjo ishte e trishtueshme, por më pas gjërat ndryshuan shpejt dhe tani jemi ata që vinë dhe trokasin në dyert tona. Investitorët spanjoll thyen akullin të parë dhe po konkurrojnë me njëri tjetrin për të qenë në Shqipëri. Sfida është që ne duhet jemi inovator, kemi ende rrugë përpara. Ndërsa Ministri i Ekonomisë Blendi Gonxha nënvizoi se ky dikaster do të mbështesë çdo investitor dhe sipërmarrës që ndan vizionin e gjithëpërfshirjes dhe qëndrueshmërisë. Ekonomia shqiptare u rrit me afro 4% gjatë vitit 2024 ose 0.02% më shumë se një vit më parë. Pozitivisht në rritjen ekonomike dhe në vitin e shkuar vijoi të kontribonte sektori i ndërtimit, ndërkohë që vend kryesor kishte edhe grupi i administratës publike, falë reformës së pagave e po ashtu edhe tregtia e akomodimi si rezultat i zhvillimit të mirë turistik. Nga ana tjetër, rënja e bujqësisë nuk u ndal as në vitin 2024, referuar shifrave të Instat, bujqësia ra me 1.15%, duke mbyllur kështu vitin e 4 me performancë negative. Megjithatë, më e fortë rënja ishte tek industria me 6.8%, një sektor që po vuan prej zhvlerësimit të euros. Gjykata e Vlorës ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për 40 vjeçarin Rinald Rakipaj, i arrestuar 2 ditë më parë. Ai akuzohet për marrëdhënie seksuale me të mitur, si dhe për nxitje për përdorimin e drogës. Ngjarja ndodhi në datën 22 mars, kur Rakipaj dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një 15 vjeçare. Sipas policisë, 40 vjeçari bashkë edhe me një tjetër shtetas kanë nxitur vajzën e mitur, si dhe 2 shoqet e saj që të konsumojnë kokainë, duke abuzuar më pas edhe seksualisht.
Jeta sedentare, ushqimi i keq, ndotja dhe duhani kanë shtuar rastet me kancer në Fier. Mjekët pohojnë se në vetëm 3 muaj u diagnostifikuan 120 persona të tjerë me sëmundje në rënd. Gjatë 3 mujorit të parë të vitit të 2025, numërojnë 120 raste të reja me kancer pranë Spitalit Rajonal të Fierit. Mjekja onkologe Anisa Mone tregon disa nga faktorët që ndikojnë në përhapjen e sëmundjes, ndërsa thekson se një rritje numrit të prekurve me kancer vihet re edhe tek moshat e reja. Shkaqet kryesore të shkaktimit të sëmundjeve malinje, përveç faktorit gjenetik, rëndësia kryesore është stili jetesës, jeta sedentare, keq ushqyerja si dhe veset, duhan pirja, alkooli, vjet re një rritje e numrit të rasteve dhe tek moshat e reja. Të dhënat e 3 mujorit tregojnë edhe një shtim të rasteve me kancer të gjirit. Vjet re një rritje e numrit të rasteve tek femrat të diagnostikuara me kancer gjiri dhe me kancer kolorektal. Mjekët tregojnë se fal terapive një pjesë e mirë të prekurve të diagnostikuar në fazë të hershme jo vetëm që janë përmirësuar, por edhe janë shëruar plotësisht. Aktualisht në spitalin tonë dhe në të gjitha qytetet e tjera trajtojnë të gjitha diagnozat kryesore me kimioterapi dhe terapi të targetuar. Aktualisht nuk kemi mungesa në medikamente, ndërsa në spitalin onkologjik QSUT bëhet trajtimi të gjitha diagnozave sipas protokolleve ndërkombëtare dhe numri i medikamenteve, terapive të targetuara dhe imunoterapive është rritur ndjeshëm. Përballë kësaj situate, mjekët apelojnë për kontrolle të vazhdueshme në mënyrë që sëmundja të mos diagnostikohet në stade të avancuara. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.